dhe invalid të luftës, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalja nga lufta, organizatës së veteranëve të luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, shumë i respektuar komandant i Lavdis, zoti Ramush Haradinaj, i respektuar kryetari komunës së Klinës, zoti Zemune Lezaj, shumë i respektuar Bacalil, babai Muj Krasniqit, komandantit ton legjendar dhe ju e nderuar familje e Muj Krasniqit, shumë të respektuar shok të komandantit, Isni Shabani, Jahir Temako, Gjevajr Veci, pjesëtar të luftës së lavdishme, Naim Hasani, i nderuar kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Hysnin Bucati, shumë i respektuar përfaqësuesi i kësaj organizate në Klinë, Ajdin Balaj, i nderuar artist Dipran Kylli, një nga themeluesit e festivalit tonë i Këndojmë Lirisë, i nderuar Lah Brahimaj, komandant i shquar i Dugagjinit, ushtar të Muj Krasniqit e ushtar të Çaviqit. Të respektuar deputet dhe kandidat për deputet, të nderuar përfaqësues të pushtetit qendror e lokal, të dashur motra e vëllezër të pranishëm që keni ardhur nga të gjitha biset shqiptare, këtu, në këtë kull legjendare të Çaviqit, në këtë kull ku lindi një trim që lind një herë në 1000 vjet. Sot jemi mbledhur për të kujtuar një prej figurave më emblematike të historisë së Kosovës dhe jo vetëm të historisë së Adveut. Komandant Kapuqin, Muj Krasniqin, në 59 jetorin e linjes së tij. Në fakt, Muj Krasniqi ka vetëm ditëlindje, sepse ai ka kaluar në një figurë mitologjike. Ai ngjan në legjenda të këngëve të eposit tonë të kreshnikëve. Ai ka arritur që të jetë simbol i guximit, qëndresës, besës dhe udhërrëfyes se nga duhet të ecim. Shpesh, kur jemi përballë pyetjeve të vështira se cila është rruga e drejtë e kombit, na kujtohet komandanti, i cili motivonte ushtarët e tij duke u thënë më e shtrejtë është liria se jeta jonë. Dhe me këtë motivacion, si komandanti brigadës 113 të zonës operative të Drenicës, ai arriti që të bëhej dhe të bëhet i pavdekshëm. Ndonë se kanë kaluar 27 vjetë që kur ka kaluar në anshëshmëri, çdo herë më tepër, çdo ditë më shumë, është në zemrat dhe mendjen tonë. Lavdi për jetë dhe jetëve, veprës së Muj Krasniqit dhe gjithë herojëve të Kosovës dhe shokëve të idealit. Muj Krasniqi nuk fliste vetëm me tytën e pushkës. Muj Krasniqi fliste me këngë. Dhe ishte një prej rapsodëve më të mirë të anëve tona. Zëri i tij e hante lartë. E hante në gjithë Dugagjin, në gjithë Drenicë, në gjithë Kosovë. Dhe jo rastësisht, tash 24 vite me radhë, mbahet dhe organizohet festivali mbarkombëtar i Këndojmë Lirisë, një festival që bashkon shqiptarët nga jugu në veri, duke na kujtuar se populli ynë është i pandashëm, ashtu si që është muzika jone pandashme nga jugu në veri. Sepse për këta ka luftuar Muj Krasniqi me shokë, që të jemi bashk e tokë si që jemi sot në këtë Kosovë të lirë.
Uroj që me veprat tona ta bëjmë krenar Muj Krasniqin dhe gjithë ata që dhanë më të shtrejtën jetën e tyre për lirinë e Kosovës. Dhe për të shpallur zyrtarisht të hapur festivalin I Këndojmë Lirisë, kam shumë respekt, shumë nder, edhe për një arsye shtesë që sa herë vim në komunën e Klinës, shohim zhvillim, sepse në krye të kësaj komune, jo vetëm që është një administrator, një kryetar, por është një profesor, doktor, akademik, një njeri fjallë pak, modest, punë shumë, I cili ka arritur që Klinën të radhis në një prej komunave më të suksesshme të rajonit, duke u vlerësuar nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Ai ka një përkujdesje të veçantë ndaj heronjeve të lirisë dhe në mënyrë të veçantë ndaj festivalit I Këndojmë Lirisë që I kushtohet Muj Krasniqit, komandant Kapuqit, duke u angazhuar që çdo vit ky festival të jetë në nivelin më të lartë profesional. Nën patronatin e komunës së Klinës, mbahet ky festival dhe në cilësinë e Niko Qirit dhe kryetarit të komunës, ftoj për të shpallur zyrtarisht të hapur festivalin I Këndojmë Lirisë edicioni 24, këtu në këtë kull legjendare të Çabiqit, ku lindi u urrit Muj Krasniqi, kryetarin e komunës së Klinës, zotin Zenun Elezaj. E nderuara familje Krasniqi, Mixha Halil, baba I 2 heronjve të kombit, Muj dhe Ali Krasniqi. I nderuar ish kryeministri I Republikës Kosovës zoti Ramush Haradinaj, zëvendës ministri I mbrojtjes Geg Leshi, Najt Hasani, Xhevair Geci, Jair Demoku, Hysni Shabani, Imer Sefa, Hysni Gucati dhe general Da Ibrahimaj. Familjarë të dëshmorëve, heronjve, martirëve, invalid, veteran dhe përfaqësues të organizatave të dala nga lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës, pjesëtarë të ushtrisë dhe policisë së Kosovës, përfaqësues të institucioneve të Republikës Kosovës të nivelit lokal dhe qendror, miq, artist, të shamirë të artit dhe të kulturës nga të gjitha trojet shqiptare. Mirë se keni ardhur në Çabiqin heroik në vendlindjen e komandant Kapuqit për të hapur edicionin e 24 të festivalit folklorik mbar kombëtar I Këndojmë Lirisë. Si çdo vit, ky festival nis pikërisht këtu në këtë vend që lindi dhe rriti një nga figurat më emblematike të luftës sonë shqirimtare. Kjo tokë ka lindur burra që I dolen zotat dheut në ditët më të vështira. Burra që lirinë e Kosovës e vunë mbi jetën e tyre dhe që me sakrificën e tyre shkruan faqet më të ndritura të historisë sonë kombëtare. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për të hapur një festival. Jemi mbledhur për të nderuar të kaluarën tonë, për të kujtuar dëshmorët e kombit dhe për të ruajtur amanetin e tyre. Festivali I Këndojmë Lirisë lindi nga ideja për ta mbrojtur të gjallë kujtimin e luftës sonë shqirimtare dhe për ta përjetësuar veprën e komandant Muj Krasniqit dhe të gjithë atyre që sakrifikuan jetën për lirinë që ne sot e gëzojmë. Festivali I Këndojmë Lirisë është një festival I kujtesës sonë kombëtare, I vlerave kombëtare dhe I traditave tona. Njëjtë sikur se muja që I këndonte heronjve dhe luftëtarëve për liri, edhe sot këtu në Trinet në sheshin Muj Krasniq në Klinë, rapsodët me këngë çiftelie sharki do t'i këndojnë mujës, Alis, dëshmorëve, heronjve të kombit dhe luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këtu nuk këndohet vetëm kënda folklorike, këtu këndohet historia jonë, këndohet për trimërim, sakrificën dhe dashurinë ndaj atij. Çdo varg, çdo tingull çiftelie sharkie, çdo valle dhe çdo kostum popullor përfason një pjesë të mozaikut të madh të identitetit tonë kombëtar.
Pikrisht për këtë arsye festivali i Këndojmë Lirisë ka arritur të ruaj dhe të përcjell brez pas brezi trashëgimin ton kulturore. Ai ka bashkuar artist e krijues nga të gjitha trojet shqiptare, duke dëshmuar se kultura jone është një dhe se vlerat tona kombëtare na bashkojnë. Gjatë tyre ditëve, festivali ynë, i cili për nga përmosat folklorike është shndruar një epope kombëtare, do t'i kujtojë dhe nderojë të rënët dhe të gjallët, sakrificën dhe plagët e tyre për tokën tonë të shtrenjtë. Nëpërmjet këngës dhe artit, do të përcjellim të brezat e rinj mesazhin se liria nuk ishte dhuratë, por fryt i një sakrifice të madhe kombëtare. Komuna Klinës ndihet krenare që është shtëpia e këtij festivali, që përmes këtij manifestimi ruajmë jo vetëm kujtimin për komandant Muj Krasniqi dhe bashkëtarët e tij, por edhe thesarin e pasur të kulturës sonë kombëtare. Për 3 ditë me radhë, Klina do të jetë kryeqendra folklore shqiptar. Këtu do të mblidhen zërat më të mirë të këngës burimore, grupet artistike, valltarët, rapsodët që me talentin dhe përkushtimin e tyre japin jetë këtij festivali. Festivali i Këndojmë Lirisë ka dhe karakter garus, me kotoadër të tij ndahen 15 çmime, ku çmimi kryesor mbajnë emrin e herojit të kombit Muj Krasniqi. Për 3 ditë me radhë, juria profesionale do t'i përcjellë me vëmendje të gjithë pjesëmarrësit dhe do të bëjë vlerësimin e tyre profesional, duke kontribuar në ruajtjen e cilësisë dhe prestigjit që ky festival ka ruajtur ndër vite. Në emër të komunës së Klinës falenderoj artistët, familjen Krasnike, qytetarët e Çabiqit dhe të gjithë ata që ndër vite kanë mbështetur këtë festival, duke shndruar atë në një nga manifestimet më të rëndësishme kulturore e patriotike në Kosovë dhe jo vetëm. Jetë të gjatë festivalit dhe mbarësi juve, lavdi jetës dhe veprës së komandant Mujt Krasniqis dhe të gjithë të rëndëve për lirinë e Kosovës. Miro takoshëm në edicionin e radhës. Faleminderit kryetar. Të prezantosh një personalitet të rrallë si Ramush Haradinaj është vështirë, sepse çfarë që flasim është pak. Është simboli i Kosovës, simboli i luftës, simboli i paqes, ndërtimit e institucioneve të Kosovës, por edhe vetë familja Haradinaj simbolizon sakrificën për liri, kujtojmë Luanin, Shkenzenin e të gjithë të rënat sot në këtë ditë kur kujtojmë edhe Muj Krasniqin, komandant Kapuqin. Andaj me vërtetitjet tuaja, me shumë nderim dhe respekt për komandantin e hekur, zotin Ramush Haradinaj. Baqa Lid, Halil Krasniqi, babu i 2 luftarëve të zot, herojt Kosovës, Muj Alish, baqa i merë, familjar i dëshmorëve, i Beqës, i shumë dëshmorëve, familjar tjerë dëshmorëve prezent, bashkë luftarë gjallë të Mujës, i dashtën kryetarë i komunës, Zënun e Lezhi, kolegë, ditë të shtira, na e gjitha herë, hysne, e gjithë nuk duhet ju ndaj në qëfar do qënësie, kandidat për deputet, gjithë subjekte prezent. Po vim tradicionalisht në ditëlindjen e komandant Kapuqit, Mujës. Nuk ishte vetëm i Çabiqit, po vim këtu në Çabiq, ku ka lidh, po ishte i gjithë shqiptarëve. Muja ka qenë ai Goxhanit, edhe në Goxhan e ka ndashë në Çabiq, bashkëftarët të tij, një Blanis e në gjithë Kosovën e ka ndashë në Çabiq. Pra, ka qenë djali i shpish e shumë familjeve luftare, edhe një luftare i Zoti, po ashtu ka qenë shpresh për luftën, që lufta jonë të arri qëllimin, të arri lirin, edhe në ditë më të vështira, Muja është gjetë aty ku ka qenë më vështiri. Ku kujtohet me 24 mars në 88, kur ka ndodhur lufta në Goxhan, Muja me bashkëluftar e ka sulmuar stacionin të në Kiev, pikë ditësh, ose në thëmë, në situatën më të pa përshtatshme me luftu,
dhe që ka qenë në një farmyrë edhe ekspozimi i tij e i bashkëftarëve të tij, po ashtu në një periudhë vështirë të luftës tonë, ka ardhur një jeshi të madhe, Muja Alia, e Beqa e shumë tjerë, edhe ka qëndruar me javë në vijat më të vështira të luftës në Dogazhe. Ideja me kujtue me art, me muzikë, është e mirë për shkak se ndihmon brezhat me u përcjell porosia e lirish, vlera e shtirimtarëve dhe e lirish. Shtirimtarët janë shtirimtarë, vetëm shtirimtarë, nuk janë kur gjë tjetër, kur s'kanë me qenë tjetër. Dohet t'i ruajmë si tillë, t'i kujtojmë si tillë, t'i nderojmë si tillë. I përjetshëm kujtimi për mua, për Alin e për gjithë bashkëftarët tjerë. Faleminderit, Zotja Haradinaj. Shfrytëzojmë rastin që të përshëndesim Policinë e Kosovës, ata që i kemi ëndruar shumë gjatë dhe sot na falin siguri, gjithashtu edhe zonjën deputete Shipe Selimi, që na kujton por na sjell zotin Recep Selimi, shokun e Mujës, me të cilin nisën luftën të parët. Njëkohësisht në këtë moment ndjej për obligim në emrin tonë, e tuaj, e gjithë shqiptarëve, të urojmë që sa më parë Recep Selimi dhe gjithë shqiptarët që gjykohen padrejtësisht të kthehen të lije, sepse ata simbolizojnë luftën tonë të shenjtë dhe urojmë që në 6 qershorin e vitit 2027 t'i kemi këtu prezent për të festuar ditëlindjen e komandant Kapuqit. Roft ushtria qendrore e Kosovës, që është mburoja jonë e përjetshme dhe lavdia jonë e shenjtë. Dhe këto fjalë shkojnë bukur në Çabiqin e Lash, që është një prej vendeve, nuk do ta quaja fshat, më të lashta shqiptare, ku dëshmi për të është edhe kjo kull, që sot është pjesë e vlefshme e trashëgimisë sonë shpirtërore e kulturore. Falenderojmë të gjithë bashkëvendasit e Çabiqit që na mirëpresin çdo vit me zemër të hapur, duke ruajtur shqiptarinë e pastër. Në emër të banorëve këtij vendi, ftoj me shumë respekt përpara jush përfaqësuesin e Çabiqit, kritikun letrar të nderuarin zotin Brend Vuzhala, i cili njëkohësisht ishte edhe i burgosur politik. Me shumë respekt, zoti Brend. Po ju përshëndes gjithëve, që kam deri në emër fshatit Çabiq, të uroj mirë se ardhje, ma shprehjen e moqme shqiptare, mirë se keni ardhur dhe mirë se ju ka pru Zoti. Gjithë të qeni ju të praneshëm, pa dallim, që cili ka një biografi të rëndësishme. Edhe mirë tha i nderuari komandanti Zoti Ramush Haradinaj, sepse Ramush është antar i kësaj familje dhe ashtu si shumë kusht tjerë, keni qenë antar të në familje. Është gjë mirë që ky festival që 24 vite që bëhet. Për ideatorëve të saj që në fillim kështu e kishin ideuar që të vijnë deri këto ditë, gjithmonë e kishim parasysh që gjendemi kështu bashkë, edhe për cilët e mesazhe më i shëndosh për lirinë. Prandaj, edhe në këtë rast, duke përshëndet edhe kryetarën e qytetarin e parë Komunës Klinës, të në meshin tonë po e shoh edhe një koreograf nga Tropoja që në ka ardhur dhe ka qenë shpesh visaferë, në fakt edhe pjesëmarrës e këtyre festivaleve, Delimet Ali dhe shumë tjerë. Tashmë festivali Këndojmë Lirisë
e 24 të meradhë është pjesë e festave të Klinës dhe Qabiqit, është pjesë edhe e kalendarit kombëtar kultural. Për fshat, ndër festivale pra i pret në motën që ata është fillim, mirë që ka për Zoti, shtëpia është e mikut dhe Zotit. Ashtu, si që është shtruar kjo sofër të kjo kull, nga cila dikur dëgjoj kanë nga mujës dhe shëtëronin pëllumët të barë të mujës, simbole edhe pache, pastërti dhe vigilenca. Unë përmena këtë kull, dhe tani më pas 24 vjetë është jemi një ambient që është dukshëm me i rregulluar, me i mirë, prandaj respekt edhe për komunën e Klinës që i ka dhënë një pamje tjetër të ambientit këtu. Në për festivale, rrugët e këtij fshati kanë defiluar, vallëzuar, valltar nga të gjitha trojet etnike, që 2 dekada ende do të jehojnë vargjet e një këngë që e këndonte dikur mundja vetë. Kreshtat e Kosovës kanë marrë ngjyrë të kuqe. Krushqet e Dardani janë nisë me marrë nuse. O prim përpara Shqipja e Kastellotit, Lul Bozhure qelin në përflak Baroti. Këto vargje, ata që këndonin përmenin Shqipën e Kastellotit. Dhe ky festival, pra ndër tjera, i ka edhe 2 porësi tjera të mëdha që na kanë buru për luftës. Na thotë se lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë luftë lirimtare dhe kombëtare në radhë parë. Dhe tjerë përpiqen të japin edhe preferenca se pas ka qenë luftë fetare. Nuk ka qenë luftë fetare, por luftë kombëtare dhe shlirimtare. Dhe e dyta, edhe ndërhyrja që bërë NATO-s, nuk është thërë që t'jap përkrahje një feje ose një kumbi, ku dhe ta dishfarë për lirisë Kosovës. T'jap përkrahje drejtësisë dhe t'jap përkrahje t'i vendit që e ka berituar lirinë. Prandaj respekt për gjithë ata që kanë kontribuar për lirinë e Kosovës. Liria sot jetohet. Jetohet edhe kur zgjohemi në mëngjes pa frikën e trokitjes së rënd në derë. Jetohet në familje, në jetën shoqërore personale, kur mblidhemi bashkë në festa si kjo, kur këndojmë pa frikë këngët tona, kur vallëzojmë vallet tona, kur ruajmë traditat dhe ja përcjellim për çdo tjetër. Liria është ajo që ti të jesh vetvetja, mes njerëzve të tu, me kulturën tënde, me gjuhën tënde, me kujtesën tënde. Prandaj liria jetohet në jetën kombëtare, kur flamuri ynë valon pandalim, kur historia jonë shkruhet me zërin tonë, kur vendimet për të ardhmen merren nga vetë qytetarët e këtij vendi. Liria kërkon nderimin e kujtesës, kërkon përgjegjësi dhe kërkon që të mos harrojmë kur çmimin e saj, sepse dikur nuk e jetoj do të rinë që ne sot e jetojmë. Moj Krasniqi, Ali Krasniqi dhe Beqir Gashi nuk i kënduan vetëm lirisë, ata u bën pjesë e saj. Ata kënduan për një Kosovë që ende nuk ekzistonte si realitet, por jetonte si ideal. Dhe kur erdhi momenti, ata nuk u kursyen as jetën. Ata hynë vetë në kënd, thotë rreshtin një këngë këtu që është kënduar shpesh. Dhe sot kjo sofra është e hapur për gjithë, sepse sofrat tona kanë qenë vetë i bukës, i zemrës dhe i mikpritjes. Aty janë ndarë gëzimet, plagët, kujtimet dhe shpresat. Ka diçka të shenjtë në tingullin e qiftelisë, kur ajo bie duke se kur zgjohet kujtesa, s'kur flasim për ata dhe parët tanë. Qabiqi është vendbanimi i lashtë, ndërsa që përmend edhe nga parafolqja, ndërsa dokumentet flasin për një vendbanim dikur mjaft të madh i shtrirë në shumë zona parath. Këta dëshmojnë edhe gjetjet arkeologjike, parath që janë gjëra nga jeta shtëpiake, tunelet e nëndeshme, gurët e mokrës, mbetjet që dëshmojnë ekzistencën kishave iliro shqiptare. Në Krisobullë në manastirë të qarën në vitin 1330 përmendet edhe emri fshatit Qabiq me 182 familje, të gjitha arbrore. Në periudhën deri në luftën e fundit, Qabiqi kishte 151 familje me 1100 banorë, kurse lufta dogji mbi 98% të objekteve të banimit, të ekonomive familjare,
shkatroj plektorinë e Bujqin, të bëj banor që jeton në përmale në të dy ofenzivat e egra. Më në minusën 98 dhe 99, vrau 24 burra, gra, pleq, me dje dhe fëmi, dhe Qapiqi dhe 3 dëshmor, përveç vëllezëve muj dhe Ali Krasniqi edhe Muhamet Gashi. Sot ky fshat është ngritur si Fenikshi nga liri me shtëpi të reja, me rrugë të asfaltuara, me mënyrën moderne të jetesës. Liria është dashuria që ndajmë si copën e bukës. Është kënga që nuk shohet kurrë. Prandaj unë vetëm po përmbyll kështu me një mesazh, ashtu si që kënga i ka bashkuar edhe historia dhe gjithçka tjetër e bukur dhe sublime madhështore këtë këngë, le të jetë ata shatuke kështu. Prandaj njerëzit le të jenë të lirë edhe ditëve që vijnë kështu, po më parasysh pse është nesër një ditë emblematike, vazhdon dita e dytë e tretë dhe historia vazhdon ashtu siç ka qenë përpara, ashtu si do të jetë gjithmonë. Prandaj le të festojmë së bashku me zemër, me këngë dhe me shpresë. Mirë se erdhët pra edhe një herë në sofën e Qapiqit, lavdi dëshmorëve të kombit. Ju faleminderit. Atër kur në kanë shkatruar, rënuar, sakatuar, djegur, vetëm këngën nuk arritën të na marrin dot. Ajo jetoi në zemrat tona si dëshmia më e mirë e historisë sonë kombëtare dhe lavdisë sonë. Ashtu siç dikur Muj Krasniqi me shokët ju këndonte heronjve të kombit, sot rapsodët tanë që janë identitet i kombit i këndojnë Muj Krasniqit. Por jo vetëm rapsodët, i këndojnë edhe brezat e rinj, që është një dëshmi se ata rritën me dashuri dhe krenari për atë dheun dhe për figurën emblematike të komandant Kapuqit. Ftoj për të sjellur 3 pika artistike dhe 3 këngë të bukura, zotin Fatmir Bajraj, Sef Gashi dhe të riun Blinor Gashi. Në 1967 e brez pas brezi kanë vazhduar të ruajnë traditën, vallën veçën tonë kombëtare dhe jo vetëm. Jona Duagjinit ishte dhe mbetet vatër e rezistencës. Ishte vatër e rezistencës në vitet më të vështira të Kosovës. Andaj është kënaqësi dhe bukurie madhe në të kull të Qapiqit të shohim të vajza dhe djemë të ri të mrekullueshëm të shoqërisë kulturore dhe artistike Jona Duagjinit që do të sjellin enkas një valle me motive nga treva tona.